Dhuna dhe diskriminimi që ndodh në rrjetet sociale është një shqetësim serioz për të gjithë ne, për prindrit, por edhe për ne të rinjt. Gjithsesi, të gjitha këto situata nuk mund të çojnë asnjëherë në censurë të plotë dhe mbylljen e rrjeteve sociale, sepse ne kemi çmuar dhe kemi arsyetuar edhe në ankesën që kemi bërë në gjykatën kushtetuese se mbyllja totale e TikTok cënon rënd lirinë e shprehjes, të drejtën e informimit, por dhe liritë ekonomike të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut tani më është shprehur me të paktën 2 vendime ndaj kundër Turqisë, që i ka shpallur si kundër Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, mbylljen totale të platformës YouTube për shembull, por edhe të rrjeteve të tjera sociale. Ne mendojmë se dhe vendimi që është marrë nga Këshilli i Ministrave është një vendim jo proceduralisht në rregull, pasi kufizimi tërësor i të drejtave dhe lirive të njerëzit nuk mund të bëhet me vendim të Këshillit të Ministrave, por nëse do ta kishin seriozisht të situatë, mund ta çonin, ta diskutonin në komisionet parlamentare, në parlament, dhe ta miratonin edhe në parlament, pra për të pasur mundësi për të diskutuar në mënyrë të gjerë. Për neve personalisht edhe procesi i pyetjes së prindërve, pra që ka deklaruar Këshilli i Ministrave, ka qenë një proces tërësisht jo transparent dhe mënyra se si është bërë kjo, qëllimi kryesor për neve është kufizimi i të drejtave, kufizimi i lirisë së shprehjes fillimisht dhe më pas kufizime të tjera. Ne jemi shpresë plot, ne jemi besim plot që anëtarët e gjykatës kushtetuese nuk do ta lejojnë që kjo gjë të kalojë, nuk do ta legjitimojmë këtë, sepse kjo do të përbëj rrezik jo për mbylljen e TikTokut në Shqipëri, do të krijohet një precedent i rrezikshëm që mund të çojë në mbylljen e rrjeteve të tjera sociale, por edhe një ditë të bukur, pra në fikjen totale të internetit nga kushdo qeveri, nga qeveria e tanishme dhe nga qeveritë e tjera që mund të vinë në të ardhmen. Ndaj nuk duhet krijuar precedente të rrezikshme për demokracinë dhe për lirinë e shprehjes. Ne dimë që liria e medias dhe liria e shprehjes fatkeqësisht është në sulm kohët e fundit nga pothuajse të gjitha shtetet me drejtues autoritar, por ne duhet t'i sfidojmë këto, ne duhet t'i sfidojmë së brendshmi tek gjykata kushtetuese, por padyshim edhe nesër në gjykatën evropiane për të drejtat e njerëzit, nëse 8 anëtarët aktual të gjykatës kushtetuese vendosen për ta legjitimuar këtë vendim të keq dhe të rrezikshëm nga ana e Këshillit të Ministrave.